Pavarësisht se kush mund të jetë ustaj që e ka. Ai do jetë shumë interesant për të zbuluar kur gjërat kanë marrë rrjedhën e dur. To zbuluan shumë vite pas. Po pra, shumë vite pas. Po që deputetët demokrati morën këngën atyre të rinjve protestuese Rama jepe, dore e qen dhe dirigjimin e Ulsi Manjës sot në parlament. Politika do i dorëzohet popullit, nuk ka ku shkon. Tani se i dorëzohet me dorëheqje, se i dorëzohet duke e imituar për atë që bëjnë në rrugë, s'ka rrugë tjetër, por ajo që po bëjnë njerëzit në rrugë është vërtet admirueshme. Unë shpresoj që e gjithë kjo energji të mos shkojë dëm. Dhe të mos shpërdorohet. Para se të shkojmë tek energjia, po slogani i ri Belim Këlliçit që Rama në Burg, Berisha në Washington. Tani, slogani Rama në Burg, Berisha në Burg nuk është një zgjedhje apo një produkti në protestuesi apo prej atyre organizatorëve që rrinë kujdesen për të mbajtur mikrofonin. Besoj që edhe ajo është një përpjekje për ta orientuar protestën drejt një masiviteti dhe drejt një qasjeje, pasi protesta duhet parë si një reagim qytetar kundër establishmentit politik. Kundër të dyve. Dhe unë mendoj që është gjë e duhur. Edhe pse thirrja Rama-Burg, Berisha-Burg nuk mund të ketë përmbajtje të qartë apo të drejtë politike, pasi në fund në Burg nuk çon protestuesi, në Burg nuk çon qeveria, në Burg të çon gjykata. Thirrja Berisha ik nuk ka sens sepse Berisha nuk ka nga ikën. Berisha është i ikur në raport me pushtetin, ndërsa të ik nga politika vendos vota. Patjetër, po kjo që e përktheu Belim Këlliçi me Washington sot. Këto janë gjithë, edhe Belindi është futur ke fantazia të rinjve tash që është një nga demokratët që e mbështet ditë për ditë në rrjetet e tij sociale atë protestë në fakt. Me që kujtove këto memet e fundit që pash sot, nuk e di kur është shkruar, por ishte tipike sepse memet prodhohen në raport edhe me zonën ku zhvillohet protesta. Duke qenë se shkodranet e kanë të rëndësishëm atë gjumin e drekës, gjumin e zhegut si i thon, duke qenë se është qershor, ishte mallkimi ndaj Ramos, o Ram të raft zilja në zheg. Më përmendë Ramën, këto festat e 35 vjetorit të Partisë Socialiste në për Shqipëri që i është drejtuar protestuesve, ka dhe një këtë të premte në fakt, të madhen në Tiranë, në sheshin Liria tek stadiumi para stadiumit Air Albania, jo larg protestës në bulevard ku do zhvillohet. Si t'janë dukur? Rama po përpiqet që këtë gjë ta kalojë me sportivitet.